Ka bashkia. Zoti kryeministër. Zoti kryeministër, na thoni ti Po, fjalë mund të them 3 fjalë. Po, ku janë të tjerë? Hajde çikoj. Hajde një pak. Jo, prit, hajde çikoj. Hajde më. Media. Si përfundoi takimi? Do me thonë, me 34 qytetarë të Durrësit, përfaqësues të familjeve që kanë këtë problematikë. Kemi folur rreth 2 orë gjysmë. Dhe ata e kanë hallin. Dhe me ta kemi folur dhe biseda ka qenë absolutisht konstruktive, me opinione ndryshme për konstruktive, ndërkohë që 35 të tjerë atje, që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur nga çdo lloj rrugë të arsyes, krijojnë situata që janë qesharake dhe që tregojnë se ku është katandisur ajo farë partie. Ndërsa për sa i përket problemit të vërtet, problemit të qytetarëve dhe të projektit, kemi rënë dakord dhe se si do të shkojmë përpara, qoftë me atë verifikim nevojshëm për disa objekte që janë objekte që mund të kenë vlera të trashëgimisë kulturore, qoftë me disa variante për shpronësimin dhe shpërblimin. Kjo do të jetë rruga. Nuk do ketë prishje së shpejti? Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, pavarësisht se janë aty për shumë vite. Kështu që këto janë 2 problematika që do të shohim. Vlera e shpronësimit E kemi diskutuar atje brenda, edhe çështjen e çmimit, edhe kemi diskutuar që do duhet shohim referencat e reja. Në fillim të mbledhjes na u tha i qartë që juve nuk keni alternativë përveç se të pranoni, pra projekti do bëhet. Dhe fjala e parë që i tham ishte kjo, ne nuk jemi kundër projektit përderisa ne kemi konstatuar gabime. A nuk jeni për rishikim të projektit, nuk jemi, do prishet çdo gjë, do bëhet çdo gjë, ne jemi këtu vetëm për t'ju dhënë alternativa çmimesh, opsione shtrimesh dhe objekte ku mund t'ju strehojmë. Të treja u mbajnë deri në fund. Gjatë bisedës, të gjithë ishin të acaruar që nga fakti që u fol në mënyrë të prerë. Dhe kur filluam t'i dëshmojmë objekte për aq sa i dëshmuan, objekte që kanë vlera arkitektonike historike, të cilat që çuditërisht nuk janë as në listën e shpronësimit, mendoni sa grave, tha, okay, këto raste do t'i shikoni. Pra i bjen që ata po rishikojnë diçka, por megjithatë, kryesorja që duhet të bëj kjo bashki dhe kjo administrat, dhe që në kontakt me juristen duke ja kërkuar që kryetarja e bashkisë ta bëj pikërisht, duhet të anulloj të gjithë letrat, të gjithë vendimet e IKMT-s në mënyrë urgjente, ose njerëzit pasaj do t'jenë bashkë në çdo godinë që ta mbrojmë. Po u anulluan ato, asnjë fjalë që u tho sot nuk ka vlerë. Kryeministri foli për 35 objekte, ndërkohë aty janë shumë më tepër. Janë shumë, në dorë të parë janë 35. Po ato që do jenë më vonë janë si për 100, ata nuk i diskutojnë akoma përderisa nuk kanë dalë, edhe kur ne i përmendim, ato thonë, ato janë pjesë e projektit, po pse flisnin në emër të tyre përderisa s'u ka darë akoma vendimi për shpronësimit, pa ata janë të pritshëm shpejt. Në dorë të parë janë këto të rrethit të amfiteatrit, që VGM-ja ka qenë në 2023-shin, pra që në një farë
mënyrë e ka dalë dhe jashtë kohës, sepse dhe shpronësimi ka një kohë limit dhe kjo e jona 74 banesat ku ne na morëm vetëm për objektet, sepse trojet është një histori më vete e trojeve, që këto kanë shkuar e kanë shpronësuar troje që nuk shpronësohen, siç e kam thënë, të komuniteteve fetare, shpronësojnë troje të cilat po të duan ata për interes publik siç duhet parku, pa i shpronësuar mund të bëhen. Dhe edhe me ligjet shqiptare ata nuk duhet të shpronësohen. Por për këto nuk u prononcuan fare. Në përfundim të takimit mund të vlerësohet pozitiv, negativ? Njerëzit janë shumë të pezmatuar nga fakti që nuk lejojnë opsionin e rishikimit të projektit të gabimeve. Vetëm me dy raste që u treguan aty u dëshmua që këtu ka projekte që nuk janë studiuar si duhet. Dhe ne kemi mbi 6 muaj që themi pikërisht këtë. No, projektet janë bërë shumë keq, janë bërë gabim dhe nga gabimet pikërisht nga kjo vinë. Mirë po, me sa duket, pjesa tjetër është shumë këmbgulse, administrata e cila sjell edhe si kryeministrin për të mbështetur idenë e vet. Kjo është pak luftë force me sa duket. Data 16 e hëna e javës ardhshme është data e fundit për të liruar banesat, dhe pavarësisht nga bisedimet që po bëjmë sot, njerëzve u kanë ardhur letra të tjera nëpër shtëpia. Faleminderit. Faleminderit. Ishte okay? Ja, vim me këtë. No, me duar të xhepa. Vive.